Aktivistja shqiptare-amerikane Evi Kokalari ka reaguar në rrjetet sociale lidhur me një sulm që Kris Lasivita, i cili do të drejtojë fushatën e opozitës së drejtuar nga Sali Berisha në zgjedhjet e 11 majit, ka bërë ndaj kongresmenit republikan Thomas Messi. Ky i fundit kishte paralajmëruar votën kundër buxhetit, ndërsa Lasivita e paralajmëronte me shprehjen TikTok. Kokalari ka publikuar mesazhet që baza e Megas ka bërë ndaj Lasivitas, të cilin aktivistja shqiptare-amerikane e krahason me të fortët e kombinatit. Mega shkatëron Kris Berishën, Lasivitan. Kris bën si të fortët e kombinuar dhe kërcënon një nga kongresmenët më të dashur për bazën e Megas, sepse nuk do të votojë buxhetin aktual. Kris bën si i fortë dhe thotë që do ta heqim në primaret, ndërkohë kongresmeni në fjalë ka fituar 5 zgjedhjet e fundit me përqindje shumë të lartë. Kongresmeni është i diplomuar në MIT dhe ka 24 patenta të mbrojtura. Komentet që vijnë nga baza, që nuk falin as Trump, jo më këtë të fortin e kombinatit, i kanë bërë një degenerim të denjë Kris Berishës. Ka ditë që Mega i bie këtij, se ky vetëm Mega nuk është. Deri vjet, nuk e kishim fare iden kush ishte. Ju sugjeroj të lexoni komentet që të kuptoni sa në Terezi ka punët Berisha, shkruan Kokalari.